Përshëndetje miq, sot do të përgatisim pilaf me kërpudha dhe fileto pule dhe asparag. Është një recetë shumë e shijshme, shumë e shëndetshme, por që nuk do edhe shumë kohë. Mua më pëlqen shumë, e gatuaj shumë shpesh edhe e gjithë familja e pëlqen. Unë e kam bërë për një masë pak më të madhe sepse kisha edhe njerëz atë ditë. Dhe kam përdorur 2 gota e gjysmë oriz dhe normalisht e kam larë si fillim, sepse shikoni sa papastërti ka dhe mos harroni që gjithmonë orizi duhet larë para se të konsumohet, ta lëm pak që të kulloj ujin dhe më pas në një enë ku shtojmë vaj edhe shtojmë orizin, japim një skuqje të lehtë si fillim. Mua më pëlqen që ta skuq gjithmonë para orizin. Më duket sikur jep më shumë shije dhe do t'i shtojmë 5 gota ujë për masën që unë kam përdorur. Do t'i shtojmë krip, do t'i shtojmë një lugë veget, do t'i shtojmë rigon dhe pak spec të ëmbël. Unë i kam shtuar këto erëza, ju mund të shtoni sipas dëshirës tuaj. Më pas do ta lëm të ziejë në temperaturë të ulët dhe nga ana tjetër do të vazhdojmë përgatitjen dhe skuqjen e asparagëve. Pasi i kemi larë dhe prerë, në një tigan ku shtojmë pak vaj, do t'i shtojmë 3 thelpi hudhër të prerë dhe do të vazhdojmë të skuqim asparagët në temperaturë të ulët. Gjithashtu në një tjetër tigan do të përgatisim panën dhe fileton e pulës. Do të shtojmë pak vaj si fillim dhe filetot e pulës të prera në kubik. Pasi i kemi skuqur fileton mirë, do të shtojmë sërish hudhër të grirë 2-3 thelpi sipas dëshirës. Nga ana tjetër kontrollojmë asparagun sepse është gati, i shtojmë pak krip dhe kalojmë sërish tek fileto dhe pana. Do të shtojmë 2 pana, i përziej mirë dhe i lëm për pak minuta sa të bashkohen dhe të marrin atë shije në njëra tjetrës. Më pas krip, sërish i kam shtuar veget dhe erëza sipas dëshirës. Unë vegetën e përdor shumë sepse më pëlqen në gatime, i jep shije recetave, por ju mund të përdorni erëzat që preferoni më tepër. I kam shtuar dhe pak majdanoz të freskët dhe shikoni se sa super e shijshme dhe e bukur për syrin duket kjo pjatë. Mund ta përdorni për familjen tuaj, por dhe pse jo kur doni të prisni mysafir. Është shumë e shëndetshme dhe shumë e shijshme. Uroj që t'ju ketë pëlqyer. Mos harroni të bëni subscribe sepse shumë receta tjera do të vinë në vazhdim dhe shihemi herën tjetër.